Mirdita. Vendimi i dal nga zyrat e Edi Ramës dhe i firmosur nga gjykatës të paritur e të papërgjegjshëm mbyll çdo shteg, çdo rrugë, çdo mundësi për luftën kundër korrupsionit, mbrojtjen me ligj të pasurive publike dhe të taksave të qytetarëve shqiptar. Edi Rama kreu aktin më të pashemullt në historinë e një shteti për të mbrojtur paratë e vjedhura dhe të ndara së bashku me Lubi Ballukun në tunelin e Llogaras dhe jo vetëm. Çdo përpjekje për të luftuar korrupsionin nga persona me imunitet bëhet zero. Kur Shqipëria në ekzistencën e saj nuk ka marrë një goditje kaq të rëndë në mbrojtjen e vjedhjes së qytetarëve shqiptar. Kur? Që nga themelimi i shtetit shqiptar deri sot, vendimi i dal nga zyrat e Edi Ramës dhe i certifikuar nga gjykatës të papërgjegjshëm dhe të paritur të gjykatës kushtetuese rrëzon përfundimisht shtetin ligjor dhe garanton vjedhjen e haptas dhe publike të parave dhe pasurive të qytetarëve shqiptar, shndrimin e kësaj vjedhje e këtyre shumave në vota dhe votës në krim. Ai raport që unë e kam denoncuar para jush vite e vite, tani ai raport ka marrë mburojnë më të fuqishme nga narko gjykata, nga narko shteti, nga Edi Rama me certifikimin e vendimit të tij në gjykatë. Ndaj dhe shpresa e vetme, rruga e vetme është që qytetarët shqiptar të marrin në dorë fatin e tyre, votën e tyre, të ardhmen e tyre. Dhe kjo ka vetëm një rrugë, protestën dhe vetëm protestën. 22 dhjetori është një ditë në të cilën çdo shqiptar pa dallim nga bindjet partjake mund të dëshmojë guximin, vendosmërinë e tij në denoncimin dhe demaskimin e mbrojtjes publike që Edi Rama ju bëri vjedhjeve të tij dhe Lubi Ballukut në përpjekjen për të rikthyer qeverinë teknike, vendos qeverinë teknike dhe zgjedhje të ardhshme. Sot, përveç kësaj thirrje, do paraqes para jush faktet e pa kundërshtueshme
habin e radhës se si Edi Rama shëndroi paketën e maleve në paketën e drogës dhe mafjes. Në paketën e drogës dhe mafjes. Para se të paraqes dokumentat, do të rikujtoj qytetarëve shqiptarë se Shqipëria është një vend me lartësinë mesatare më të lartë në Europë. Ajo ka këtë lartësi, jo se ka lartësitë e Malit të Bardhë apo majat më të larta të kontinentit, por se ka majat e larta më të shumta të kontinentit. Ndaj dhe lartësia e saj shkon në 708 metër si lartësi mesatare. Do shifni këtu që paketa e maleve, që se si Edi Rama e zbret paketën e maleve në lartësinë 10 metra nga niveli i detit dhe lartësinë maksimale deri në 100 metra mbi nivelin e detit. Pra do shifni këtu se si Edi Rama ka përdorur me këtë vendim, ka transformuar paketën që ai miratoi për zonat malore në paketën e drogës dhe mafjes së tij. Vazhdoj. Tjetër. 20 zona dhe sipërfaqe bregdetare të shpallura si male. Ka nevojë jepni kush e ka mikrofonin? Pra, këtu mbi bazën e vendimit që kishit me sipër, po paraqesim këtu 20 zonat dhe sipërfaqet bregdetare të shpallura nga mafja, droga dhe Edi Rama si male apo zona malore. 1. Zona zhvillimore numër 1, njësia administrative Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 169.5 hektar. Rubjeka është në një lartësi ta zëm 30 metra, me qenë se unë e njoh atë zonë, kam qenë dikur në atë fshat, një zonë kodrinore e butë fare që vjen vazhdim i Bregdetit. 2. Zona zhvillimore numër 2, njësia administrative Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 3.88 hektar. E maleve të Rubjekës, zona e maleve të Rubjekës. 3. Zona zhvillimore numër 3, njësia administrative Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, pra shifni ju, Maminasit janë të themin e diku nga Male Çajupit, apo nga Korabi, Malet e Sharrit. Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, zona Karrec me sipërfaqe 32.15 hektar. Vazhdo me lartë. Zona zhvillimore numër 5, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen, me sipërfaqe 1.36 hektar. Zona zhvillimore numër 6,
njësia administrative Maminas, zona Karpen me sipërfaqe 2.57 hektar, zona zhvillimore numër 7, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen me sipërfaqe 10 hektar, zona zhvillimore numër 8, njësia administrative Malet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 3.5 hektar. Zona zhvillimore numër 9, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.7 hektar. Zona zhvillimore numër 10, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 2.7 hektar. Zona zhvillimore numër 11, njësia administrative Maminas Mali Tomorit, zona Metal me sipërfaqe 3 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh, me sipërfaqe 16 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 13, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.9 hektar. Zona zhvillimore numër 14, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.5 hektar. Zona zhvillimore numër 15, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.4 hektar. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh me sipërfaqe 8.16 hektar. Pra, këto ishin 20 zonat, 20 paketat malore të Alpeve të Maminasit, që shkojnë me lartësi nga 10 metra mbi nivelin e detit, mesatarja 30 metra dhe me larta 100 metra mbi nivelin e detit. Të gjitha këto, ju mund të thoni, po ku janë emrat? Të gjitha këto janë marrë nga vendimet e Edi Ramës me firmën e tij. Emrat janë gjëja më e paransishëm, se do të tregoj dhe një herë për të kuptuar qytetarë se si janë emrat, si është çështja e emrave. Bëhet takimi në Aruba, me Donagacion, mundët Edi Ramën dhe qeveritarët e tjerë, thuhet. Në Aruba shtrohet në Tovolin kulla 124 në qendër të Tiranës. Everesti i Tiranës do të quhej, Everesti i Tiranës. Dhe thirret biznesmeni reale, i thuhet do t'jesh, do nërtosh këtë kull. Jo, i thot ai, nuk kam asnjë interes të nërtoj asnjë kull. Kam biznesin dhe do vazhdoj biznesin tim. Biznesmenit i thuhet, në ndërtimin e kësaj kulle ti ke këto detyra. Spari do të shkosh atje tek cepi ku ka qenë Disco Albania, që është sheshi pas Pallatit Kulturës në fund, dhe keni parasysh ju, ku kryqëzohet rruga e Dibrës me rrugën transversale
të barikadave, aty ka qenë, në atë kënd ka qenë një diskotek Albania. Dhe aty ka disa pronar të cilët nuk kanë pranuar pazaret me çmimet e qeverisë e tjere. Dhe është porositur që do marrish, do i takosh, do të ofrosh këtë çmim. Në rast se nuk e pranojnë, nuk do merresh me ta, se do merret dikush tjetër. Ai tjetër ishte banda. Vazhdo me tutje. Detyrat e biznesmenit. Detyrat e biznesmenit ishte të gjente një ortak. Dhe përveç kësaj, duhet të çonte projektin në një studio që do i diktonte Edi Rama. Dhe natyrisht do kishte një përqindje. Por, gjithçka tjetër ishin emrat e Arubës. Vidin nga Aruba, bost me miljardat e tyre. S'kishte punë më. Prandaj dhe është e kohë të lidhemi me emra, se do na dal si në rastin e Salillarit, që magazinjeri i tij, pensionist, merr portin e Vlorës 60 milion euro. 60 milion euro. Do na dal si ai që mori Bitcoinin, bankën e Bitcoinit digital, një emër prestonome, offshore, banka digitale offshore, jo onshore, kur emrat më të lakur për Bitcoinin janë Amant Josifi, Olsi Rama. Olsi Rama, Amant Josifi dhe ata që qëndrojnë mrapa. Po, pra, ju lutem mos merremi me prestonomet. Të gjithë kanë vetëm një emër, Edi Rama. Ja u them unë, të gjithë kanë një emër, Edi Rama. Ja paketa e maleve ku degradoj, paketën e plot të drogës. Ndaj dhe edhe kjo, pas certifikimit, pas licencës që mori Edi Rama, firmosen gjykatës të paritur gjerë në vesh dhe të papërgjegjshëm, është fjala vetëm e qytetarëve në qoftë se duan me guximin e tyre të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim që vjedh natën ditën duke fjetur, duke bërë pushime, vjedh në çdo kohë, në çdo orë, në çdo ditë. Faleminderit. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Duke marrë shkas nga vendimi i gjykatës kushtetuese, zoti Berisha, të cilin ju e komentuat, nëse prokuroria posaçme do të kërkojë një masë më të rëndë për zëvendëskryeministën dhe do të miratohet nga gjykata dhe do të vijë një kërkesë në parlament për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike? Do ta votojë pro heqjen e imunitetit? Dhe pyetja e dytë, zoti Balla pak minuta më parë, para se ju dilni në këtë konferencë, u shpreh se nëse Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në punën e komisioneve të reformës territoriale dhe asaj zgjedhore, mazhoranca do të ndryshojë numrat, pasi sipas tij, opozita nuk mund bllokoj punën e këtyre komisioneve. Ju do të vijoni me bojkot, do ta leni këtë reformën zgjedhore dhe territoriale si në 2016 apo do të merrni pjesë në sesionin parlamentar? Spari, ne jemi kundër çdo lloji imuniteti për efektet korrupsionit dhe ju rikujtoj këtu se në vitin 2012 kam qenë personalisht iniciatori i amandamentit në të cilin hiqej
për efektet hetimit të korupcionit çdo lloj kufizimi kushtetues për prokurorinë dhe në një kohë kur prokuroria ishte një armike e betuar e qeverisë Sali Berishës. Kjo dhe ai qëndrim ka qenë i drejtë. Në qoftë se ai amandament do t'ishte votuar, nuk do të arrinim sot vendi vetëm në Europë ku nuk mund të luftohet korrupsioni. Me vendim gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese hoqi masën e pezullimit, duke i krijuar të gjitha mundësitë Edi Rams dhe Lubi Ballukut të shkatrojnë çdo provë. Kanë filluar tani fushatën kundër mesazheve, po ti ndjekish. Të gjithë vuvuzelat e propagandës së tij se ç'janë ato mesazhe, ç'vlera kanë ato mesazhe, e me radhë. Edhe aty do t'ja dalin, mos ke merak ti. Do t'ja dalin, nuk kanë, po. Prandaj dhe është koha e sovranit. Është koha të flasë sovrani. Për sa i përket deklaratës Taos, apo Taulan Begojarisit, duhet të them vetëm kaq. Partia Demokratike nuk ka njohur zgjedhjet, ka arritur për herë të dytë në historinë e pluralizmit damkosje ndërkombëtare të tyre, duke paraqitur me mira qindra dhe mira fakte. Shumë shpejt do paraqesim publik botimin ton për 1500 faqesh, për dhunën, grabitjen, për farsën zgjedhore 2011. Partia Demokratike, me gjithë këte, u angazhuar në një proces duke menduar se në mbështetje të rekomandimeve të OSBE Odirit, do mund të bëheshin disa ndryshime për përmirësimin e kuadrit zgjedhor me bindjen absolute se çdo ndryshim nuk bën të mundur zgjedhje të lira për sa kohë Edi Rama të jetë në pushtet. Jo. E njëjta gjë për reformën territoriale. Por me aktin që kryen, me avokatin e popullit, shkelmon çdo parim minimal, çdo parim të bashkëpunimit minimal. Çdo parim të bashkëpunimit minimal. Ata zgjodhen avokat Edi Rama, zgjodhi avokat njeriu e tij. Njeriu që hynte, dilte, bënte pazare me të nzyren e tij. Dhe kjo është e padiskutueshme. Edi Rama zgjodhi avokat njeriu të cilit firmat ishin dhënë për të qenë në listë. Për të qenë në listë, dhe kjo ishte një gabim. Po kur për të qenë avokat i popullit? Tjetër është thjesht në listë, tjetër është vlerësohesh nga komisioni, tjetër është votohesh në parlament. Firmat e dhëna për të qenë në listë, e them dhe njëri, gabim. Dhe prandaj kam kërkuar ndjes për te. U tërhoqen që të gjitha me firmë nga firmatarët nga autorët e atyre firmave. Por kjo nuk pati rëndësi. Edi Rama zgjodhi avokatin që donte. Tani,
Me qenë sa ju doli sot me lavdrime, do të them unë ju këtu, s'është natyrën time të nxjerr gjërat konfidenciale, por ky person ka që pak karakter. Gjerë në darkën e ditës para votimit, përfaqësuesit tonë i ka thënë se unë jam dakord, unë nuk jam për Edi Shabanin, por natyrisht ka thënë, këtë e vendos Rama. Ka që vërtet është kjo, për ta ditë ju, sa që se çfarë ka biseduar ky me ambasadorin e Bashkimit Evropian, unë nuk e di. Por di mirë se ambasadori i Bashkimit Evropian ka komunikuar me Ramën, të cilin Rama dhe Rama e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë, ka komunikuar atij se avokati i tij do jetë Endri Shabani. Kjo është e tërë historia. Zoti Berisha, me qëndë se po flisni për Endri Shabanin, ju keni kërkuar ndjesë se po ashtu bashkë me ju edhe deputet të tjerë të cilët kanë firmosur fillimisht për mbështetjen e Endri Shabanit, por fjalët i Merera, dy nënkryetaret e Partisë Demokratike, Erd Byllykbashi dhe Gazmend Bardhi, kërkojnë që zgjedhja e avokatit të popullit të dërgohet në gjykatën kushtetuese. A do e dërgoni zgjedhjen e Endri Shabanit në gjykatë? Do të jetë çështje që do diskutohet. Do të diskutohet. Fjalët nuk i Merera. Firmat nuk janë fjalë. Firmat janë tërhequr me firmë. Pra, ndjesa është kërkuar, normale, por firmat e dhëna për Endri Shabanin janë tërhequr jo me fjalë, që edhe me fjalë mund të rriqeshin, se çdo njeri ka të drejtë në deklaras, por janë tërhequr me firmë nga secili. Pra, firmat janë bërë zero nga ata që kishin firmosur. E kisha për ndjesën, duke qenë se shumë militant mbështetës të Partisë Demokratike janë zëmëruar nga ky veprim i Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj. Për t'ju rikthyer pyetjes, a do jep një akt konkret pra për ta goditur në gjykatë kushtetuese që ju jeni kundra një personi të cilit ka një problem këtu, ka një problem. Ka një propagandë të shpifur, me cilën Edi Rama përpiqet lajdur si Pons Pilati. Dhe u thëm demokratëve mos u mashtroni. U thëm qytetarëve mos u mashtroni. Se Endri Shabani kur nuk është zgjedhur me firmat e deputetëve demokratë. Se çdo deputet demokrat me firmë ka tërheq firmën që i është dhënë në një kohë kur ekzistoi një lloj koalicioni për kandidaturën për kryetar Bashkie të Tiranës. Pra, propaganda e vërtetë është e vërtetë kjo. Propaganda është propaganda. Ndaj dhe çfarë u kërkoj unë demokratëve dhe demokratëve, të shohin të vërtetë në sy dhe jo propagandën mashtruese të Edi Ramës dhe kriptoramistëve të tjerë, se nuk sjell asnjë dobi. Lidhur me pyetjen tjetër. Urdhëroni? Pse nuk e dërgoni në gjykatën kushtetuese, se ndoshta aty derëzohet për zgjedhja. Do një diskutim dhe do një konkluzion. Nuk përbën asnjë lloj problemi ajo. Nuk ishte çështja këtu, se ne nuk ishte për gabim i madh, se ne po kërkonim për pushtet një kandidaturë konsensuale për avokatën e popullit. Jo, ne kërkonim atë për qytetarët, për drejtat e qytetarëve. Por Edi Rama
në etjen e tij të çmendur të pashuar për pushtet, mori dhe institucionin e fundit. Ky institucion ishte i vetmi që kishte mbetur me një ujdi i emruar. E mori, mirë, kaq e gjithë problemi. Ndaj dhe ne, tani, rruga jonë është rruga e protestës. Ata që kanë guxim të bashkohen me ne në të rrugë, gjerë në triumfin e kauzës tonë të drejtë. Diktaturat kur nuk rëzohen me votë. Diktaturat janë rëzuar dhe rëzohen me revolta dhe protestat fuqishme. Për t'ju rikthyer dhe pyetjes së negociatave me Partinë Socialiste, Tauland Balla i konsideroi vendimin tuaj si një akt emocional që do të zhbëhet sa po të kaloj periudha e gjelit të detit dhe baklavas do shkrihet. Ju ka dhënë një afat deri më 22 janar për të zënë vend në karrikët tuaja në 2 reforma, por ndryshe do të nisë zëvendësimi. A keni një afat sa do zjas ndërprerja e negociatave? Tauland Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasjeve, si pas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë i krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels, ky është një ushtar i Suel Çels, terroristët që vunë, tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës. Bashkë me prokurorin Vath Staka shkuan dhe i liruan. Tauland Balla është i regjistruar për bisedat që ka bërë me Mario Çelen, vllaun e Suel Çels, në të cilin parashtrohen kushtet, ku merr përsipër arrestim në kundërshtarëve të bandës Çelan Elbasan në mënyrë që ajo të angazhohet në veprimtari elektorale dhe të garantojë votat e premtuara. Tauland Balla është i regjistruar, por mbrohet nga Altin Troplini në dosjen Toyota Yaris, ku kërkon tërheqjen e aseteve të bandës Toyota Yaris, që ishin bandës Elbasanit bashkëbata, që ishin konfiskuar, rikthim në tyre tek policia në mënyrë që ai t'i vononte të nxirrte jashtë afateve ligjore. Janë që të gjitha këto në dokumenta zyrtare që unë i kam paraqitur shumë herë. Ndaj dhe Tauland Balla është një delinkuent ndër më kryesorët në politikën shqiptare sot pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Zoti Berisha, kam 2 pyetje shumë shkurt. Pas avokatit popullit, një ngërë që shkruar edhe me komisionerin e ri për diskriminimin. Janë 14 kandidat, afati është deri në 12 vjet. Asnjë shqyrtim nga opozita, nga ne, Partia Demokratike nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Kjo është përgjigjja ime dhe ky është absolutisht vullneti i antarëve të Partisë Demokratike. Ne nisim betejën tonë si rrugën e vetme për të rikthyer, për të patur një qeveri teknike dhe rikthyer votën. Kjo është e gjitha. Pyetja e dytë, ju sot marrni një foltore para kryeministrisë, aty prej një jave është vendosur Adriatik Lapaj. Tani sot ju do të bashkoheni, a do të zhvendoseni, si është plani? Tani, siç e din ti, kjo foltorja para kryeministrisë ka filluar javë më parë. Adriatik Lapaj ka filluar një protest për cilin unë e përshëndes dhe e përgëzoj. E mbështes protestin e tij.
edhe aktin e ti, pa diskutim. Ajo zotëri ka vendos të bëj maksimum në asaj që mund të bëj dhe po bën. Kaq. Mund të them për te. Faleminderit.